Zbardhen detaje të reja nga ngjarja tronditëse në Gramsh. Një ngjarje tragjike është konfirmuar në zonën e Holtës në bashkinë e Gramshit, ku 2 punëtor kanë humbur jetën si pasojë e rrëshqitjes së një masivi dheu gjatë punimeve në një kantier ndërtimi hidrocentrali. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, viktimat janë identifikuar si Abaz Basha, 22 vjeç, dhe Egzon Alleshi, 32 vjeç, të cilët ndodheshin në punë në momentin kur ndodhi fatkeqësia. Dyshohet se masivi dheut ka rrëshqitur aksidentalisht, duke i zënë poshtë të 2 punëtorët. Ngjarja ka ndodhur pranë një kanali që furnizon me ujë hidrocentrali në ndërtim. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vendin e ngjarjes kanë mbërritur forcat policore dhe grupet mjekësore. Grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e plota të kësaj ngjarje të rëndë, e cila vjen vetëm pak ditë pas një tjetër aksidenti fatal në Klos, ku një 29 vjeçar humbi jetën nga shembja e një masivi kromi. Njoftimi policisë Gramsh, informacion paraprak. Në fshatin Holta, gjatë punës në një kantier ndërtimi, dyshohet se aksidentalisht ka rrëshqitur një masiv dheu dhe përpasoj kanë humbur jetën shtetasi AB, 22 vjeç, dhe L, 32 vjeç. Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin e plot ligjor të rastit.